Zoti Mahmuti, në qoftë se kemi, edhe a kemi dy lidhje paralele. Okej, Zoti Mahmuti. Ju deklaruat që Zoti Goxha nuk ka lidhje me UÇK-n. Pse bët këtë deklarat, ja u kërkoj njeri? Po rasisht, dësh vetë ju dhe e betë. Po qa lidhje ka kjo? Ka lidhje me mua, me emisionin që bëjun. Se duhet të di, pse u shqetësua Zoti dhe foli për Goxhën? Për disa vete jam i shqetësuar unë që mund t'jena aty, për s'ka lidhje pare. Po sepse është një përdorimo, unë mendoj që është një përdorimo. Dëgjoj në këtë debat. Urdhro? Në këtë debat. Jam i shqetësuar edhe në atë që dëgjoj në këtë debat. Ja, po të shqetësoj, po këta janë aktivistët dhe të... Jo, absolutisht, dhe shprehi mendimin tim që do të... Thuaj, pa tjetër, thuaj. Po. Në qoftë se nënshmohet situata se kush del të lexoj në balë të protestës kërkesat politike, mund të ndodhe një përvojë aq e keqe si që ndodh me pranverën arabe. Të gjithë ata që nënshmojnë një protest të gjithë popullore, ku nuk ka një kërkesë saktuar, po ku përzihen grupacionet ndryshme, interesat ndryshme, mund të eskaloj situata nga një pranverë të bëhet një dimër jacart, edhe në vend që të shpëtojmë lëkurën e dikuj, mund të ndodhe të rjepet likura e të gjithëve. Zoti Goxha ka të drejtë të protestoj ku të ke dëshirë. Dhe e beri, doli protestoj. Po, është e drejtë e ti e pa kontestueshme, po ai nuk ka të drejtë të flasë si ushtar i UÇK-s, sepse nuk ka qenë si i tillë. Ka foli si ushtar, po edhe ty në kotë më la, i lexoj 5 kërkesa. Një qytetar i Republikës Shqipërisë, kaq. E kupton? Ky s'është Kosovë. As lejohet me dalë me protestu, fare. Po ka dalë si qytetar dhe nuk ka folur për UÇK-n. Zoti Mahmuti, ka ndodhur në shesh. Ka parë atë që ka shkruar Edi Rama, se në shesh ai nuk është prezantu si UÇK-s. Zoti Bushati, në 2024 nuk ka shkru Zoti Rama, Bardhyl Mahmuti ka shkru 3 shkrime për këta matrapas që bëjnë elogje për Hamasin. Unë kisha që sapo gënyet publikisht, sa i person, kur ka lexu kërkesat, nuk ka fol, nuk është prezantu si ushtari UÇK-s. Juve ju shduk si ushtari UÇK-s, se doni t'i besoni shplarje strurit që është organizuar diku tjetër. A i ka lexu 5 kërkesa. Ase si nuk e kam përcetu unë, pa a i prezentohet si ushtar i UÇK-s. Unë si shqiptar kam të drejtën time të shpreh shqetësimin se dikush që ban elogje për Hamasin, dikush që ban elogje për sistemet diktatoriale si Irani, nuk mund të dalë në balë të një proteste shqiptare dhe të pretendoj se do të krijoj një Shqipëri Ty kanë dalë dhe që thonë tokë është e shesh të re. Kjo është pikpamja ime. Nëse jam këtu, unë e shprehi pikpamjen time. Zoti Klliçi ka një pyetje Zoti Mahmutaj për ju. A shqetësoheni ju, Zoti Mahmutaj, për shembull që kryeministri i Republikës Shqipërisë, vend antar i NATO-s, e ka quajtur presidentin e SBA-ve turpin e civilizimit botror, dhe nëse zgjidhej presidentin Trump, po, në CNN, kjo do t'ishe kërcënim për marrëdhënien midis dy popujve, miq Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për cilën agent punonte atëherë Edi Rama kur ka dhënë këtë deklarat? I shërbente Hamasit? Kujt i shërbente? Iranit? Dëshironi mendimin tim. Logjikën tuaj, kryeministri i Republikës Shqipërisë, vend antar i NATO-s, ka quajtur presidentin Trump turpi i civilizimit botror. Ka një përgjigje që ti e di ore për demokratë amerikanë. Jo më do të ma japi zotëria, ta kuptoj logjikën. Po ti e di se ti po bën pyetje që e di. Ta dëgjoj, lëre zotërin. A do që ta bëjmë dhe emisionin të bukur sa protesta? Flasim për protestën? Po pra flasim për protestën, se për shembull po ikim nga thelbi, dolim te Hamasi. Është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Njeriu nuk i tim nga tema, njeriu që vehet në balë të protestës. Për të prish protestën. Ore më rike kryeministri. Lëre këtë se ky është një individ kryeministri. Kujt i ka shërbyer Edi Rama? Të gjitha do të kthehemi me ku të keni dëshirë. Do të mund të shkojmë edhe nga viti 1990.
Te Rama, 2017. Jo, edhe te Berisha do të kthehemi, edhe te Rama, edhe të gjithë. Për të gjitha këta Ai kanë dhënë është qendrimet e mia kundërshtuar publike, Jo, vetëm nëse mund t'japi përgjigje për këtë. Duket që është Po, për të ikim fokusin. Po, okej. Ti ikim. Faleminderit zoti Mahmut. Unë them ti ikim ti. Zoti Mahmut. Mund t'ja Shiko. Faleminderit shumë. Atëre, përgjigjen. ju e njini zotin Goxha personalisht ajo? Ai ka qenë, personalisht nuk e kam takuar asnjëherë, po e di si fole çka për te, duke menduar mos e në shtë. Unë e kam qenë zoti Rakipi, unë kam qenë shefi grupit diplomatik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kam qenë ministri i punëve të jashtme, ministri i parë në qeverinë e përkohshme të Kosovës. Kam qenë antar i drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe e di se çka është zi dhe kush sa ka çu peshë në atë kohë. Flitet për gjoja falsifikim që ka ba E çlirut Kosovën, lërimi këta çlirojnë Shqipërinë. Lërimi këta çlirojnë Shqipërinë se ju e çlirut Shqipëria Kosovën. me njerëzit që thurin a të dorën zoti Bushati ktheja vetës. Tani, Nuk jam për në të qenë... studio, atë dorën baje ktheja vetës. Jo, me jo, Ta nuk është ba një pranverë. Unë dorën e bëj se të më përmëndë ashtu, jo pranverë arabe, jo rreziqe që janë vetëm në koka të të shmëndura. Zoti Mahmuti, shiko, sa interesant është. Të rinjtë që unë kam në Unë studio, shërbëtorve jo ja bëj me dorë, po dhe i përbuz. ishte spontane të folurit Po, të sekundë. po grive salat tani. Po, ikër tani. Jo, një minut. Ikër. Ta janë zushat punës. Ta janë zushat Pushat të lutem. Zoti Mahmuti, tani, Ti çfarë zoti Rakipi më keni ftuar? të rinjtë që unë kam në studio, thonë që deklarata që bëri Goxhaj është një deklaratë dhe pikat që lexoj ishin shumë spontane. Thonë, Jo, pikat jo, përzgjedhja ta. përzgjedhja ishte Janë lexuar edhe nga qytetarë të tjerë, mo. e janë lexuar Por pse nuk keni marrë me qytetarë të tjerë? Ai nuk drejton gjë, Po ka nuk një është... agent, mo, zoti Goxha, ka një agent brapa, prandaj do merrem me Shpresoj të. që nuk Po do ku e të ka bëni agendën? tragedi. Të merrni. Brapa pra, E kemi ne? kam brapa agendën. Jo, e kemi agendën që ta themi se... Tani, a mund merrem me protestën ju lutem, mos merrem me tamam, persona që Zoti janë këtu dhe janë Goxha në parëndësishëm. çdo studio televizive. Nuk mund të merreni me protestën Del dhe flet pa pro i Iranit. trajtu Tani njerëzit që çfarë vinë Jo, agenda të të kuptojmë se tjetër ata s'ka mënyrë tjetër Po për ju dhe të a vazhdojmë se Kjo është s'ka mënyra kuptim, që flasim për protestë. Tani, zoti Goxha gjithsesi unë të falenderoj. Mamuti, se Goxhin se kishim, se ai e ftuam. Po jemi qendër. Është më mirë ta kishim, ndoshta. Ma se t'ishte Po nuk erdhi pra e mora dhe tha... Kur vi, Stafi im e mori telefon dhe ai tha nuk jam. përgjigjet vetë për ato. Unë të falenderoj. Si e shek të protest, përfundimisht tuaj 3 fjalë vetëm. Jo, 3 fjalë. Rrezik për Rrezik për Aleancën Shqipërinë. NATO. Presoj që Rrezik për NATO. diversiteti partnerësive Po duhet ajo shumë mirë që e ke marrë. Ky është rreziku për Shqipërinë, po. rreziku për Shqipërinë është nëse vihen në ballë forcat që nuk ja duan interesin Obskure. të popullit shqiptar. Obskure. Kjo është. Të gjitha kërkesat Edhe janë të rrjedhur ata që flasin protest. lere tani. Janë të rrjedhur ata që flasin protest. Zoti Mahmuti, faleminderit shumë. Gjohet. Kënaqësi që folëm bashkë, faleminderit. Tani, Çek.